Bismillahirrahmanirrahim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjersa ishte në Mekë, kërkuan Kureshët disa mrekulli nga ai, e një prej tyre ishte edhe që ta ndante hënën, nëse ka mundësi, në dy pjesë, njënën ta vendoste në një kodër e tjetrën në kodrën tjetër, pra aq larg sa të ishte pamundur të bëhej lojë kjo gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha, nëse bëj diçka të tillë për anës Allahu, ma pranën këtë dua dhe ma mundësan, a do të besoni? Thanë po. Pastaj u boni dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu e ndajti hanën në gjys dhe e pana të haptës, bile ka ajet edhe kuranor për këtë çështje. Nuk e pan vetëm Mekasit, pra mushrikët e Mekës, por e pan edhe njerëzit nga Shami, pra Siria dhe të ngjashme, edhe ata nga Jemeni, pra djathtas edhe majtas të Mekelive. Mekasit, kur u nda hana, i thanë jo, kjo është një magji që na ke bon neve, magji që ke bon veç mbi neve. Thanë, do ta shohim se kur të vinë njerëzit tregtarët prej Shamit edhe Jemenit, kime pa se ata nuk e kanë pa të ndame se ti na ke bon veç neve magji. Në rregull, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhën tregtarët nga Shami dhe Jemeni, i pyetën këta në ditën e 14 apo në natën e 14 të muajit, kur hana ka qenë e plot, a keni pa diçka? Thot po. Edhe këta të Jemenit edhe ata të Shamit thanë, po e kena pa të ndar hanën në gjysmë. Atëherë çfarë bën Kureshët? Mend që të besonin, thanë, jo, magjia jote pas ka qenë më e fortë se sa të na bësh veç neve, pas ke bon kret botës magji. Çka kanë përfitu dietarët për kësaj? Kanë përfitu duke thonë, apo kanë këshillu, duke thonë se njeriu kur dën me përfitu, me mësu, e gjon mundësin. Ai i cili dën me gjetë arsye, edhe rrugdalje, pa e pranuar të vërtetën, prap gjon arsye. Pra këta njerë kërkonin, daje hanën, kur u da hana, jo, na ke bon neve magji, po presim të vinë mysafirët prej larg, kur erdhën edhe ata, prap gjetën arsye. Pra ai që s'dën me pranuar të vërtetën, gjithmonë ka me gjetë një arsye. Ai që dën me pranuar të vërtetën, gjithmonë ka me pranu edhe ka me u nënshtru. Kujdes nga cila palë jete.